nuk më vjen keq për asnjë gjë, ka qenë një garë ku Partia Socialiste ka bërë një super rezultat. Po që ju nuk do jeni më deputet, keni ndonjë keqardhje? Shiko, unë i kam hyrë politikës për të shërbyer dhe shërbesa mund ta vazhdosh në çdo kapacitet. Si planifikoni se përpara ju keni qenë në fe, pastaj u futët në politikë për 4 vite? Mund të ktheheni prapë si pastor apo? Përmbija njerëzit e vet. Do ktheheni prapë për profesionin tuaj të parë? Unë do bëj të jem qytetar aktiv duke ngritur të gjitha shqetësimet e asaj zone që unë banoj. Erdha nga fshati, banoj në fshat, do vazhdoj që të mbështes ata njerëzve të cilët unë banoj dhe që më mbështeten në një mënyrë spektakolare për cilën unë jam i njohur. Faleminderit. Faleminderit. Ja, gara ishte e përcaktuar që ti Ishte barabartë? Ose bëja thotë jo, po ka pas interes mjete që kanë qenë aktiv apo jo? Po jeni akoma aktiv? Kemi një mbledhje aty. Këto janë mbledhje unë patjetër që Ju do vazhdoni të jeni politikë apo do të ktheheni në Angli? unë në Angli. Kam në Angli. Po në politikë do vazhdoni? Patjetër. Me Partinë Socialiste? Patjetër. Është larg, ë? Po marri zonë deri shtator. Po na vjen keq, nuk mbaroj jeta, mbaroj mandati, do vazhdoj jetën profesionale. Shënon pikë të tjera, nuk qytetarëve. Të të punit të bomë. Mamën e Petrit, E madhe që nuk arrit të triumfoj vota lirë, që ndodhi një masakër e madhe elektorale, pastaj nëse do jetë apo jo lindita me të lirë në parlament, nuk është një qërësi e madhe. Rëndësishme do t'ishte që të fitonin qytetarët, të fitonin ndryshimin dhe të kishte një rotacion të madh politik, të sjellë një faqe të re në zhvillim të ri të Shqipërisë. Kjo është e rëndësishme. Faleminderit. Ndjej juve. Keqardhje që do jeni në parlament shtator. Sidomos ju do të falia, ju do gjykota gjinore. kota gjinore, po është një ditë që e kemi meratuar apo jo? Po nga marrja do vazhdo. Po të ndrojë keni një koment për akutat e Partisë Demokratike? U dojë dhe nga kota gjinore, pavarësisht se morët në vota. Si vjen të jetë ndërsa anëtat e fundit. Jam shumë për nesër. Kam zgjatë vetë për të mos tjetë. Zeni më pas ka shumë vite është në parlament. Po jeta nuk është vetëm parlament. Ka ploka tjera tjera. Ja, ma ka hangër gjithë dynjane, po jo ha juve, se në mregullin. Ose harroni, jo ka hangër gjithë. Ka hangër gjithë Shqipëri. Po e Atlantikët. Të shohim zonën tjetër më apo fare. Jeni krenar për rezultatin? Edhe Atlantikëve. Jam me keqardhje për demokratët. Gjithmonë bashkëpunimi Rama-Berisha, ju thash dhe një herë demokratët ngelen rrugë. Faleminderit. Sa fromë mirë. Ku e publikoni albumin me këngë zoti Gjava, kemi parë kur shfaq që publikohet një këngë. Do na sjellni një ditë ato. Paskera. Success.